Rreth 20% më pak pasagjerë kanë hyrë përmes portit të Vlorës deri në këto momente krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, duke ju referuar shifrave zyrtare nga Kapiteneria e Vlorës. Gjatë muajit qershor të vitit 2024 në port kanë hyrë 4223 pasagjerë, ndërsa këtë vit numri ka qenë rreth 3000. Edhe në ditët e para të korrikut vihet re një rënje e lehtë e fluksit. Vitin e kaluar në këtë periudhë përmes portit të Vlorës kanë hyrë rreth 2300 pasagjerë, ndërsa këtë vit numri është rreth 1700. Sipas Festim Skëndaj, shefi për punimin të tragjeteve, kjo rënje lidhet me disa faktorë, kur ndër kryesorët është konkurenca e linjave ajrore. Ulja e çmimeve të biletave të avionëve ka bërë që një pjesë e udhëtarëve të zgjedhin transportin ajror si një alternativë më të shpejtë për të ardhurat në Shqipëri. Po, fluksi për muajin korrik ka filluar të shtrohet në krahasim me qershorin që mbyllëm, sepse normalisht korrik gushti janë muajit më të mëdha që porti i Vlorës pret pasagjerët ose më saktë bashkëdhetarët të tanë. Por gjithmonë ne kemi thënë dhe vitet e kaluara, ka një ndryshim të përhershëm se i thon nga viti në vit, sepse pasagjerët që zgjedhin tragedin tani janë më shumë pasagjerë familjarë që kanë makina ose bagazhe të mëdha, ndërsa fluksi më i madh përballohet tani për shkak të kostave nga linjat ajrore. Kështu që ne kemi një rënje të vogël në krahasim me vitin e kaluar. Qershori për shembull i vitit kaluar me këtë qershor kemi rreth 800 pasagjerë më pak. Ndërsa korriku ka filluar përsëri po të njëjtat ritme. Këto ditë për shembull ka pasur fluks, deri tani kemi 1200 pasagjerë që janë përpunuar në terminalin e portit të Vlorës. Në krahasim me vitin e kaluar, me ditët e para, thash kemi përsëri një rënje, por ne presim gjithmonë mbas datës 8 që fillon trageti të operojë çdo ditë sipas kontratës që kemi me kompaninë, pra do të vendos dhe mjetin e dytë dhe do të kemi linjën të përditshme. Ndërsa tani vazhdojmë përsëri me 4 herë në javë deri në këto momente. Megjithatë, në portin e Vlorës pritshmëritë për ditët në vijim mbeten pozitive. Skëndaj bën me dije se fluksi pasagjerëve pritet të rritet pas datës 10 korrik, periudhë që zakonisht shënon dhe nisjen më të fortë të sezonit turistik për emigrantët dhe pushuesit që zgjedhin jugun e vendit. Ndërkohë pas datës 8 korrik pritet të futet në operim dhe trageti i dytë, sipas kontratës me portin e Vlorës. Kjo pritet të lehtësojë përpunimin e pasagjerëve dhe automjeteve, duke shmangur vonesa dhe duke rritur kapacitetet gjatë ditëve me fluks të lartë. Po, pas datës në kontratë me kompani, se është një kompani, por nga data 8 korrik dhe mbrapa derisa në fund të sezonit në shtator, ajo e ka të planifikuar me 2 tragete që operojnë, me një fjalë duke përballuar që të ketë çdo ditë, bile ka ditë caktuara kur është fluksi që të jetë dhe 2 brenda një dite apo edhe më tepër. Normal, ka dhe të huaj, nuk thash që s'ka, bile mund të jetë gjysmë për gjysmë ndoshta, po e kisha fjalën më tepër në drejtimin që traget zgjedhin ata që kanë bagazhe ose që janë me mjetet e tyre për pushime me kampingje e të tjera, pra ndërsa ata që janë turistë për shembull të vendeve nordike, po themi, apo të gjithë këto që janë larg, zgjedhin linjat ajrore. Unë për shembull po themi edhe dije kur fola me njeriu në tim që vinte nga Zvicra, fjala i zgjodhi avion, pavarësisht stova të vi nga Vlora, po nuk vi deri në Brici si thonë edhe të zgjedhin. Numri i sportele në Vlorë nuk është problem, ata kanë punuar edhe me 5 dhe me 6 sipas fluksit, nuk është se i vonohen. Këtu përpunimi ndodhi shpejt për shkak se unë siç theksova, numri i pasagjerëve nuk është se kemi një rritje në krahasim me vitet e tjera dhe nuk është e përballueshme. Por kundrazi këtu është hapur dhe porta e re që përpunohen më shpejt, qoftë edhe në dalje, pavarësisht se ne e kemi theksuar gjithmonë që porti i Vlorës është port në rikonstruksion, në kthim në marinë, por është gjetur në zgjidhje me të institucioneve që të përpunohet sa më shpejt për të krijuar kushtet, po themi, sa më optimale për situatën që i jemi, sepse nuk mund të themi që është situata më e mirë përderisa këtu vazhdon të punohet, të ndërtohet nga shoqëria koncesionare, por të përpunohen dhe këto. Ne kemi si vjet, për shembull, në krahasim me vjet një rritje të sasisë së madhe që kemi përpunuar, sidomos Cimento Rifurxho, në krahasim me vitet e kaluara. Sepse normal,
Vlora po ndërtohet edhe sipas opinionit tim, se kjo nuk është një studim, si i thonë, po më shumë eksperjenca e kjo, kuptohet që çmimet me linjat ajrore kanë rënë, janë ulur ndjeshëm në krahasim. E para, e dyta, shpejtësia e përpunimit, sepse ato me një orë vinë nga veriu, po themi, i Europës apo vendet të tjera dhe mbrinë në destinacion. Ju si që dini për shembull, problem ka qenë aeroporti i Vlorës, bie fjala, sepse shumë linja që mund të vinin edhe kanë prenotuar edhe tek neve për shembull me aeroportin si vjet, edhe sipas shtypit janë disa linja janë pezullor ose biletat janë kthyer, pra zgjedhjet janë të ndryshme varet nga personi, por kjo nuk ndikon në port, thash, sepse porti në përgjithësi tani për shkak të situatës, jo vetëm në Vlorë, po në çdo port tjetër, për shkak të çmimeve të linja ajrore dhe shpejtësisë së përpunimit këtyre, janë më të lehta dhe për të arritur në destinacion, kur nuk kanë bagazhe, nuk kanë mjete transporti e tjera, po. Thash, në përgjithësi, tani zgjedhin vetëm portet ose traketet zgjidhen nga ata që kanë mjete transporti apo bagazhe të mëdha, të cilat me linjat ajrore nuk i përballojnë. Porti i Vlorës mbetet e vetmja pikë hyrje dalje detare në jug të vendit, duke pasur një rol të rëndësishëm, jo vetëm për lëvizjen e udhëtarëve, por dhe për turizmin bregdetar. Për këtë arsye çdo ndryshim në fluksin e pasagjerëve shihet si një tregues i rëndësishëm për ecurinë e sezonit turistik në Vlorë dhe në të gjithë jugun.